Selamu alaikum të dashur miq, ky është emisioni e thëna e pa thënë, po takojmë bashkë për të trajtuar një temë tjetër. Hijreti si ngjarje ka shumë mesazhe, por cili është mesazhi kryesor dhe si na shërben neve kjo ngjarje, do ta kuptojmë sot përmes bisedës me Hoxhën Ekrem. Mirë se vjen Hoxhë. Mirë se takojmë verë. Hoxhë, në fakt hijreti nënkupton shpërnguljen, lëvizjen, ikjen e kështu me radhë. Por në këtë rast, hijreti, ajo që ka ndodhi, ngjarja që i ndodhi Muhamedit a.s. ishte një ikje apo ishte një mënyrë për të kthyer më i fortë? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hijreti në të vërtetë është zhvendosje, për shkak se në origjinën e etimologjisë të fjalës është braktisje, hejër. Do të thonë hejër është me braktis diçka, me u shmang diçkaje. Edhe hijreti pra është një zgjidhje emergjente për një situatë të papërballueshme. Hijreti nuk është veprim, ani pse në atë kuptimin e hijretit islam, hijreti është shumë i vlefshëm. Flet Allahu i madhruar në Kur'anin famëmadh për hijretin, gjona të mrekullueshme, pastaj janë lavdatat e Kur'anit edhe të haditheve për muhaxherët, ata që aplikojnë hijretin, gjithashtu tregon se ti je muhaxher është vlerë e madhe. Megjithatë, hijreti nuk është në mesin e shtyllave të islamit. As nuk është në mesin e ibadeteve ose të obligimeve që duhet kryer në rrethana normale, që i bie se ndoshta pjesa dërmuese e besimtarëve jetojnë në vendet e tyre dhe mbase nuk paraqitet nevoja për me bë hijret. Që i bie se hijreti është zgjidhje për rrethana të veçanta, është zgjidhje emergjente për rrethana specifike, që në të vërtetë mundu me i thonë zhvendosje, mundu me i thonë nga njëherë edhe arratisje ose strehim prej një situate, prej disa rrethanave që jetën e bojnë pothuajse të pamundur ose shumë të vështirë, edhe nënkupton që nuk është shkputje, duke qenë se në një aspekt gjeografik, spaku për temën për cilën po flasim, në një aspekt gjeografik është edhe zhvendosje, ripozicionim, por nuk është shkputje e të gjitha lidhjeve me vendlindje. Rastin konkret, hijreti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte zhvendosje dhe emigrim nga Mekka në Medinë, jo me dëshirën e tij gjithsesi. Këtë e dëshmon edhe ajo thonja e famshme që ka thonë sikur të mos më dëbonin, nuk do të praktisja kurrë vendlindja ime. E dëbimi nuk ishte thjesht dëbim, po ishte një komplot i rrezikshëm shumë, i cili rrezikon të jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por jo rrezikim si jetë të individit, por rrezikim si jetë të përfaqësuesit të kauzës, i cili sikur të, hipotetikisht po flasim, sikur të vritej atë botë kur ata bënën plan për me e vra. Në surën Enfal, Allahu i madhruar e përmend këtë gjë, thotë: "Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liuthbituke au yaqtuluke au yukhrijuk", kur thurën komplot mohuesit dhe kundërshtarët tu që të burgosin, ose të vrasin, ose të dëbojnë. Pra ishte një plan, një tërsi planesh, plani A, B, C, se çka do të vepronin, dhe Allah i madhruar e paraqet këtë edhe ne sot kur e lexojmë Kur'anin e shohim se çfarë plani djallëzor ka qenë ky. Edhe unë e them me shumë komoditet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ishte frikacak. Nuk e friksonte vdekja, ai madje e ka shprehë se do të dëshironte sikur të vritej në rrugën e Allahut fuqiplot, pastaj edhe të ringjallej, e të vritej sërish, domethënë ai guximi asnjëherë nuk i ka mundur. Pra nuk ishte një dorëzim para atij realiteti. Absolutisht jo. Po kishim të bëjmë me njeriu e kauzës, me kryefjalën e islamit. Edhe pra poshtë kjo hipotetike çka do të them, po vrasja eventuale e tij do të thonte shuarje e islamit, për arsye se
ta quaj një breng të këtil e kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe diku 3-14 vite ose 15 pas hijretit kur ndodhi betejë e Bedrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ngriti durt ka qielli dhe bënte dua, thonte o Zot, nëse ky grupacion i njerëzve, ky grup i vogël i besimtarëve, nëse këta sot marrin fond, kush ka me të adhuru ty në dunja? Që i bie se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si figura qendrore e Islamit, të këtij ishin pejgamberët gjatë gjithë historisë, por si shpallja e fundit kjo pastaj e ban pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe më të veçantë, si figura qendrore e Islamit ai duhet të mbijetonte. Dhe Allahu i madhruar e kishte vendos për këtë punë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam realisht nuk e dinte se ku do të bëhej zhvendosja e tij, mbasi kish fillu me përjetu edhe me ndi se në Mekë është bë pothuajse e pamundur me vazhdu misionin. Për këtë arsye me vetë iniciativën profetike ndodhe ai udhëtimi për në Taif. Më herët para hijretit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mendonte se ai duhet ta gjente zgjidhjen. Edhe shkoi edhe i ofrua atyre njerëzve të Taifit me shpresën se do ta përkrahnin, do ta mbronin, do ta ndihmonin. Se në fakt gjendja u vështirësua. Bile duhet të thonë kështu, ndoshta Taifin e konsideroj për shkak të afërsisë me Mekën. Ka gjithsejt 100 pak kilometra, përderisa Medinja i ka 400 kusur kilometra prej Mekës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e donte vendlinjen e vet shumë. Edhe përveç që e donte vendin, e donte edhe popullin e vet, ishte shumë dashamirës për ta. Nuk i urrente edhe pse ata armiqsonin. Nuk i urreu madje as edhe ata të Taifit që u sollën shumë keq me te, edhe i urdhruan ata mendjelehtit edhe disa trinje, disa axhami që ta sulmojnë, ta hedhin gur mbi ta derisa e gjakosën, edhe gjeti forcën me thonë o Zot fali se nuk din çfarë po bojnë. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i ktill, ai kërkonte zgjidhje jo për komoditetin e vet, jo për të jetuar vet edhe për të kriju vetes një standard. Për shkak të kauzës. Absolutisht, ai donte thjesht që kauza të mbështonte edhe donte që kauza të përhapej për arsye se ishte drita hyjnore. Dhe kur e themi këtë, s'kemi si mos e lidhim edhe me vetë fundin e jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të gjithë e dim, vdiq 63 vjeç edhe pati mundësinë me zgjedh me vazhdu me jetu. Bile filloi me u rahatu, po menoj e pa islamin duke u përhape, duke lullëzue, njerëzit duke kalu masovikisht në islam, e kështu me radhë, edhe i erdhi mundësia, apo donë me vazhdu me jetu, apo donë me kalun të shoqëria e lartë, ajo, apo do me shku lartë. Pse? Për arsye se pejgambert e Allahut fuqiplot e dinin edhe ishin shumë të vetëdijshëm që jeta e tyre e kësaj bote është jetë kalimtare, edhe ata në këtë jetë, në këtë ymër, ata thjesht kishin mision. Nuk dëshiranin me lëshu roj në dunja. Jo, dëshiranin me kalu, por misionin me përmbush edhe kështu edhe ndodhi. Kësisoj edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra kërkon të zgjidhje, vendin e vetë e donte shumë, popullit i ofronte shumë dashamirësi, ishte shumë i matur, shumë i mirë, shumë i mëshirshëm me ta, por ndonjëherë duhet të hequr dorë. Ishte caktimi i Allahut fuqiplot, sikurse është gjithmonë i gjithrealizueshëm, edhe i cili i bën gjanat që të rrjedhin sipas një urtësie të cilën ne njerëzit, sidomos ne vdekatarët e rëndant, shpesh edhe nuk e kuptojmë, nuk arrijmë ta deshifrojmë dot. Kështu që duke u thellu kriza, duke u rrit tensionet mes kurejshitëve dhe muslimanëve në Mekë, duke u shtu represioni dhe zullumi, filloi sikur me u bë situata si e pashpresë. Gjithsesi nga perspektiva njerëzore, se ne njerëzit sado që jemi idealistë dhe sado që mund të ketë dikush për kushtim të paluhatshëm,
kërshi besimit, kërshi kauzës, kërshi të vërtetës, të drejtës e kështu me radhë, megjithatë në situatat caktume, se cilin e lëshon ajo energjia e fuqishme, se cili e ka një pik, mos të them të thyrjes, por një pik afër thyrjes. Përmend Allah i madhruar në Kur'an që edhe pejgambert e Allahut nga njerë i ka kaplu një dozë dëshprimet. Edhe pejgambert e Allahut kanë thonë nga njerë, kur ma do të vi ndihma edhe për krahja e Allahut fuqiplot. Pse? Pra arsye se ata ishin njerëz. Nuk kishin qasje në të fshehtën, në gajbin. Nuk e dinin, kur them nuk kishin qasje, e kam për qëllim, nuk e dinin se qysh Allahu ka caktu që të vije fitoria, kështu që si njerëz, nga njerë reagonin si njerëz, dhe unë mendoj se pikërisht kjo është ajo e mrekullueshmja në shëmbëltyrën e tyne dhe në modelin e tyne, se ishin njerëz si kur ne, edhe ata i ka plante nga njerë zhgënjime, ose situata e vështirë bëhej, por me që ata mbeteshin modelin. Duke situate pa shpresë, dhe kur situata është e tillë, në pritje janë përplasjet, janë përkeqësimet. Dhe ishte hijreti pra momenti i duhur që të mos ndodhte kjo, në mënyrë që të ruhej kauza, apo jo? Jo, s'kisha thonë kështu. Përplasjet ndodhnin, qysh herët ka pas viktima në mesin e muslimanëve. Jasiri, Sumeja, prindërit e Amarit, e të tjerë, ishin shumë të persekutume dhe të ushtroje dhunë e keqen ndaj tyne. Por në prakt të hijretit, ndodhen ato planifikimet. Bravo. Në prakt të hijretit, sikur jipeshin sinjale se situata mund të eskaloj. Besimtarët në krye me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nuk e kishin akoma të lejuar që të rezistojnë. Pra ishte një rezistencë shumë paqësore, nuk kishte reciprocitet në atë dhunë e cila ushtrohej, edhe kjo jo për shkak të mungesës së guximit të besimtarëve. Për arsye se në mesin e tyre ishin Omeri, Hamza, Ebu Bekri, Aliu, sahabe vigan të sahabeve, të cilat më vonë e dëshmuan vetën se çfarë burrash kanë qenë. Mirë po ishte pikrisht ajo udhëzimi hyjnor i cili nuk e linte besimtarët të përplaseshin. Tash ne kur e shohim prej kësaj perspektive e kuptojmë pse Allahu ka vendosur kështu. Edhe e kuptojmë edhe e marrim një mësim se përplasja nuk është gjithmonë zgjidhje, madje nuk është në shumicën e rasteve zgjidhje. Bile ndoshta bën me thonë përplasja është zgjidhje hala ma emergjente dhe ma e veçantë se sa hijreti edhe zhvendosja që fola ma herët. Pikrisht kjo pjesë e historisë neve na e mëson një gjatë tillë. Dhe duke u përkeqësu gjana, duke u vështirësu gjendja, duke, tash po flas nga perspektiva ime, duke u fillu se po bëhet vështirë edhe s'ka shumë shpresë se do të ndodhë diçka, ndodhe ajo që ishte, si me thonë, kërkuesja mirë të mendja. Fillun disa njerëz nga Jathribi, kështu quhej atë botë Medinja e sotme, me ardhë në haxh, në atë haxhin, jo haxhin e muslimanëve, që shkryjmë ne sot, po në haxhin e idhujtarëve. Haxhi ka qenë një manifestim i cili është trashëguar ndër breza e gjenerata e shekuj, ndoshta edhe mileniume, por në situata të caktuara ka përjetuar deformime të ndryshme. Që i bie se Çabeja ka qenë prej se ekziston, ka qenë epicendër e njerëzimit. Edhe mushrikët kanë kryer haxh. Edhe vinin prej viseve të ndryshme të gadishullit arabik, erdhen edhe Medinelit ose Jathribasit. Edhe ata dikush kishte dëgju se një njeri në Mekë po thotë unë jam i përzgjedhur i Zotit. Fillun me u interesu, disa u interesuan aty, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kishte shprehi që pavarësisht të vështirësive edhe rreziqeve, ai nuk ndalej. Domethënë gjithmonë komunikonte me njerëz, gjithmonë. Në Medinë pritej diçka e tillë? Ende pa shkuar Muhamedi alayhis salam? Tash çka e bën situatën e banorëve të Medinës të veçantë në këtë aspekt është pikërisht
prezenca e jahudive në Medine, të cilët i kërcënonin banorët autokton të Medinës, që ishin arabat, fiset, Euse dhe Khazraj, i kërcënonin me atë që ata e prisnin paraqitjen e pejgamberit fundit, pejgamberit të njerëzimit. Edhe sa herë grindeshin me arabat, me Eusin edhe me Khazrejin, ata u thonin, tani ka ardhur koha me u paraqit një pejgamber, edhe ne jemi pasuesit e tij, ne do të jemi pasuesit e tij, edhe ne me te do t'ju shkatrojmë juve. Por ata nuk e dinin se pejgamberi do të paraqitet prej Beni Israilëve, po do të paraqitet prej Beni Ismailëve. Edhe në momentin që u paraqit në Mekë, ata medinelit, disa që ishin pak ma mirë të informum, e kishin mësu prej jahudive pra, e panë se ky qenë ka e njeriu që ata na kërcnojnë, pse të mos e shfrytëzojmë rastin ne që t'i besojmë, para se t'i besoj dikush tjetër, edhe kësaj ndodh edhe jetësohet edhe realizohet ai plani i përgjithshëm. Pra po them, po e trajtoj edhe po e vlerësoj prej perspektivës së tashme, pasi gjanat kanë ndodhur se s'kisha ditë me parashikuar dhe s'kish ditë ndoshta kërkush me parashikuar që kanë me ndodhur kështu. Edhe filluan njerëzit prej Medinës me ardhë në nëse nuk gaboj, në 2 sezona të haxhit janë bë beslidhjet, që quhen beslidhja e parë dhe e dytë në Akabe, jethribasëve, medinelive që vinin haxh, edhe në radhën e parë një grup më i kufizum besuan, burra dhe gra ma pak gjithsesi. Në herën e dytë ishte numër afër 100-ve, edhe mas asaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam veç filloi me i bë përgatitjet për hijret. Edhe përgatitja për hijret ishte interesante shumë. Në radhë parë dërgoi Musabin si emisar, si deleguar të vetin. Si njeri i cili nuk kishte synim me rëmby pushtet, as me ushtru autoritet në mesin e banorëve të Medinës, por thjesht ishte mësues, thirrës, pedagog, edukator. Edhe ndonjëherë ndoshta do të ishte mirë ta bëjmë temë pikërisht këtë pjesën e aktivitetit të Musabit, për arsye se Musabi, Allahu qoftë i kënaqur me te, jetoi shkurt në Medinë. 3-4 vjet krejt, do të thonë shkoi para muhaxhirëve edhe në betejën e Uhudit veç ra dëshmor. Ishte një djalë i ri edhe me një formim të admirueshëm. Musabi shkoi thjesht pa asnjë pretendim, thjesht veç me i thirr njerëzit në fe edhe me u tregu, me u shpjegu fen, ashtu qysh e kishte autorizu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo ishte hapi i parë i para përgatitjes pas atyre 2 besatimeve që ndodhen. Edhe pas kësaj filloi hijreti me ndodh, me u bë realitet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e priste lejen hyjnore për me emigru edhe vet. Ebu Bekri radhiyallahu anhu e priste lejen profetike për me shoqëru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe në një farë mënyrë ai e kishte lidh, me thonë kushtimisht e kishte lidh bastin e vet me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Ai kish mundësi me emigru vet, se kërkon se ndalon te pejgamberi alayhi salatu wasalam. Po për vete e priste lejen prej Allahut, nuk e kishte lejen për me emigru kur të donte, por Ebu Bekri kishte vendosur, kishte thonë ja, unë veç me ty. Nuk shkoj para se me të ardhë dhe ty leja, ndërsa sahabët vazhduan me u shpërngull, me marr me gjithë peripetit e shumta që nuk për një mend secili mbase secila përvojë e cilit do prej sahabeve është përvojë e veçantë dhe edhe ngjarje interesante në veti, për të cilës do të mund të mësonim shumë gjëra. Dikush e ka bosh shpërngulje pa ndonjë telashe të madhe, dikush ka pas shumë probleme gjatë rrugës, dikon e kanë kapë edhe e kanë burgos në Mekë hala para se me e marrë atë rrugë tem, e kanë marrë ndoshta 1 vit, 2 vite, e kështu me radhë. Domethënë kanë ndodhur gjëra shumë të pakëndshme, por të lavdishme njëkohësisht, për shkak se ata njerëz kanë dëshmuar se nuk e kanë me kërkan, nuk janë keq me kërkan, po thjesht po dojnë me jetu jetën e tyre ashtu qysh
qysh kanë drejt me zgjedh, ashtu qysh kemi drejt edhe na sot me zgjedh, na sot kur flasim me njerëz ose kur flasin njerëz për neve, e pse ju kështu, e pse ashtu. Na lini tjetojmë jetën ashtu qysh kemi dëshirë, respektivisht qysh besojmë, edhe qysh konsiderojmë se është ma mirë tjetojmë, ashtu qysh nafton Kurani edhe nafton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kështu që s'jemin, si me thonë, s'jemin inat edhe në hasmëri me asnjanën fillimisht. Edhe vazhdo njerëzit me emigru, grupe, dvogla, pak më të mëdha, kryesisht fshehur azi, edhe derisa i erdhi leja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për me emigru. Edhe ndodha i udhimi i famshëm, i hijretit, i cili për një mend është një përvojë interesante. Dhe ato mrekullit, sigurisht, që ndodhen gjatë asaj rruge. Në anën tjetër, Hoxh, kur i qasemi hijretit me nxjerrje mësimesh, mesazhesh për neve, është hijreti një lloj njohje e vetvetes, një lëvizje, pra kur dalim nga një realitet që po përjetojmë në një realitet tjetër dhe fillojmë ta njohim vetveten, sepse njerëzit ndonjëherë maten me fuqinë që kanë, por nganjëherë vjen shprehje apo gjithmonë duhet ardhur shprehje mbështetja tek Allahu, sikurse që ishte hijreti i Muhamedit alayhis salam. Zhvendosjet nuk janë të lehta. Shpeshherë janë edhe të dhimbshme, sidomos kur janë të kësaj natyre. Pra, janë arratisje, janë ikje prej zullumit, edhe kur ikti prej zullumit, ti nuk e ke komoditetin me thonë, prit, se po e marrë edhe këte me veti, edhe këte, ose po e bëj një zhvendosje graduale, duke i bo disa investime në atë venin ku jam të dasht me shku e kështu me radhë. Së ndodhë kjo? Kryesisht, arratisjet e këtila ndodhin, me u shprej kushtimisht, me dur në gjepa. Për arsye se nga njerë janë urgjencat. Janë urgjencat edhe jenë konflikt me kohën, ata janë të njek me të vrat, as janë të ta ofru komoditetin, hajtë zgjedh ku përdojnë me shku te dhe kur përdojnë me unis edhe qysh përdojnë me ullëthu. Jo. Edhe, po menoj, nuk e kam fjallin veç për hijretin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabeve, po të gjitha zhvendosjet, të gjitha shpërnguljet, të gjitha emigrimet, gjatë historisë janë të kësoj natyre. Kush e ka provu e din? Ne, si popull, e kemi provu në 99-ën. E kemi provu masovikisht zhvendosjen, nuk kemi zgjedh na me ik, por na kanë dëbu dhunshëm edhe keq, e din se cili çfar vujtje kanë qenë ato, shqyr Zotit që nuk kanë zgjatë ma shumë. Po du me thonë që përveç që nuk është e lehtë. Absolutisht nuk është e lehtë, edhe e dyta përveç që njeriu pikrisht ashtu sigur se e thu, në situatat krizave, për një mend është në gjendje me njoft vetën ma mirë se në situatë komoditetit. Për arsye se në komoditet, të gjithë, ose shumica për neve, i bojmë pothuajse gjanat e njëjta. Ham, pim kafe, rrim, bojmë piknik, dalim shëtitin, pse, së është situatë e komoditetit, s'ki pse, ama në situatat vështirësive, aty dallohen ata që kanë ma tepër potencial, edhe e kanë shpirtin ma të fuqeshëm. Kështu që, kur njeriu vendos me përqafu kauzën, edhe duhet me pagu fatur për këtë qëndrim, për këtë besim që e ka, për këtë ideal që e ka. Edhe ajo fatur i kushton me braktisjet komoditetit. Kur them braktisjet komoditetit, e kam për qëllim atë që e thonë, dhe menoj se shumë e sakt, se cili gur peshon në vendin e vetë. Edhe se cili njeri e ka vlerën e vetë në vendin e vetë. E ki po, për shembull, në lagjën kuti e thonë të njohin, në një farë mënyrë të respektojnë, kur del një lagjë tjetër ku së njohin, në rregull, s'ka problem se njerëzit nuk njohin, po nuk ndihesh shumë i vlerësuar se njohin për çat stadin vlera. Po më bë me dal krejt prej Kosovës për shembull, ku s'njihesh hiç. Atëherë je një turist i zakonshëm ose një vizitor i zakonshëm i filon venit ose kështu me radhë dhe
kjo është ajo që secili njeri peshon në vendin e vet. Po kjo pesha nuk është thjesht që sjell vetëm ose që duhet me I lyp vetëm privilegjet, po është pesha që ta jep edhe mundësinë e kontributit. Mundesh me punu, mundesh me vepru, mundesh me ta pa hajre njerëzit e kështu me radhë. Edhe zhvendosja, pra është faturë e cila duhet me u pagu për shkak se ndodh nga një herë me u detyru me zgjedh në mes a pedon kauzën, a pedon tokën. Edhe hijreti, po edhe të gjitha hijretet, jo vetëm prap po them, jo vetëm ato islame. Të gjitha hijretet janë dëshmia më e mirë se toka, vendlindja, vatani, mëmbdheu, adheu, çuje qysh dush, e ka vlerën e vet, e ka atë tërheqjen e natyrshme që e tërheq secilin, por nëse nuk kemi kauz, nuk është se ka ndonjë vlerë të madhe, ose nuk është se jemi në gjendje me e shfrytëzu, ose me e ofru më shumë, ose me e shiju të paktën të themi, po jetojmë në vendin tonë, vendlindjen tonë, po s'kemi kurfar identiteti. Po mënoj kjo masën e shkon interesant, po çka ka lidhe tani a jemi shqiptara, sërba, kështu me radhë, më thonë I shkup sensi. Ose çka ka lidhja jemi besimtar, as jemi besimtar, ose ai përkasim kësi besimi, ose tjetrit besim, ose kështu me radhë. Krejt kuptimi I kish humb. Ose të themi kështu, që mos me na kish kuptu dikush, njerëz të mirë ose jo të mirë, e u thash, hajt bre të rrim tonë bashkë se s'ka gajle, s'ka nevojë me pas as ligj, as kështu, as ashtu, se edhe kriminalët edhe njerëz të ndershëm, ose me rëndësisht I bashkon vendlindja. Ose I bashkon përkatësia etnike, ose I bashkon gjuha, ose kultura, ose kështu me radhë. Jo, nuk është bashkë qikat që e thjesht kjo punë. Për arsye se mundet me qenë njëri I cili është sikur ti, përkatënisë tonë etnike, ose është I vendit tonë, ose kështu me radhë, mirë pa është kriminal ti si je. A është keqbars ti je bamers. Edhe s'ka qare pa u qitën pa dalimet. E ato dallime masani nuk janë thjesht vetë nivelit individual, për arsye se deshtëm apo s'deshtëm, neve na vyn shteti, na vyn ligji, na vyn rregullat, rende, thjesht veç për mos me I lënë ata që dojnë me bo keq, që të bojnë çfarë të dojnë. A na individualisht nuk kemi as fuqi, as mundësi, as interesim, që me marrë drejtësinë në ndurë tona, për atë arsye, organizimet shoqërore e kanë atë vlerën e vetë pikrisht për shkak të kësaj. Në anën tjetër, Hoxh, hijreti pikrisht edhe këtë na mëson, se gjërat nuk bëhen vetë. Sakt, edhe hijreti mas pari të mëson me u bo vetë mohus. Për arsye se ti vjen një situatë caktume. Apo do me konë njeri I mirë, po për që njeri I mirë, kuj keqi s'po t'len me najtë këto. Ka thonë në që dilë në Shqipni, që hopi këtu e. Edhe pse njerëzit tonë janë zhvendos, a kanë mujt me u konformu, a kanë mujt me u përshtat, po kanë mujt, po ishtë dasht me u bot këqi, sigur ata të cilët kanë dasht me në zhduk për I këtu e. Po nësë kena dasht me konë sigur ata, në kena dasht me konë qështu edhe për këtë arsye kanë ndodhë për plasit, për këtë arsye kanë ndodhë edhe zhvendosjet. Për njëtën arsye kanë ndodhë edhe këthimi masanet, që të rasti jonë I Kosovës, menoj se kanë ndodhë një gjë e mrekullueshme, nuk di, sidomos në historinë bashkohore, të ketë ndodhë një këthimi I shpejt që në këthyt zhvendosurit e Kosovës në 99 në vendin e tyne. Kjo është dëshmi që e dojmë vendin tonë në kohë krizash, ma shumë se në kohë mirëqenje. Për arsye se në kohë mirëqenje se kemi fort problem me u zhvendos, edhe me emigru, edhe me u largu për I këtuit, për arsye se edhe pse e kemi lirin, edhe pse e kemi një rahati, një siguri, një mirëqenje ekonomike e sociale që lë për të dëshiru pa dyshim, po prapë themi s'rrihet këto. Në 90-at, edhe deri në 99, s'kena thonë s'rrihet në Kosovë. Edhe pse për një mend ka qenë shumë e vështirë me jetu në Kosovë, po ja. Ty e manë mend sigurisht, unë e maj men mirë, se kom qenë I rritun, I pjekun, edhe I kemi përjetu gjitha ato represione, ato sende, kur s'kemi thonë, s'po thomë unë e ti, po në përgjithësi kështu, nuk ka qenë retorik, nuk ka qenë mendësi me thonë, ky vend zbahet.
në këtë vend s'rrihet. Jo, kena nejt. Kanë dalë vetëm ata që për një vend po thuj se e kanë pas paqare me dalë. Pra kishin rrethana hijreti. Kishin rrethana që ua legjitimon të hijretin fillimit 90-ave, 91-2, sidomos zhvendosja edhe dyndjet e shqiptarëve të Kosovës, u banën për shkak të u mbyllën të gjitha rrugët, s'kishte mo hapësirë as me punu, as me përparu, as me bo kështu. Shtoja edhe dhunën në aspektin e sigurisë të ngjashme, edhe unë e maj men shumë të fresta i kam kujtim se kam qenë i pjekun, kur kanë dalë, për shembull, shumica e njerëzve tonë me familje në për vendet ndryshme të Evropës janë dynë gjithandej. Pra, s'është dalja e tyne, si kur dalja e këtyne mas lufte, nuk është e njëjtë. E di që dikujt ka mos me i pëlqy kjo që po them, mirë po unë mendoj se kemi ma pak arsye që tash me braktisë vendin. Kemi ma shumë obligim që këtë vend me që për para. E di, 100 justifikime i gjenë njerëz dhe me thonë, jo politika kështu, jo kjo kështu, jo kështu, jo hoxhallartë kështu, janë jo kënej. Mirë po, këtë thëjan fjalë edhe pretendimin cilat as ne vetë që i themi nga njerë nuk besojmë në to. Po thjesht janë justifikime. Dhe doja edhe pak hoqë të ndalimi te çështja e reflektimit sa herë vje pra fillimi i vitit kalendarik, pra që lidhet me hijretin. A duhet ndodh ko pas kohë një hijret i brendshëm tek ne? Më lejo ti përmendi 2 hadithe, se s'ka ma bukur se me hadith me të dhonë përgjigjen në pyetjen që ti po e kërkan. Njëni hadith thot la hijrat e ba'd el-feth. Kur të çlirohet vendi, nuk e ki mozorin, s'ka mo derë të hijretit, s'ka arsye me bo hijret. Pra të arsye po thëmë, nësë kemi arsye me lëshu vendin tonë. Pra arsye se jemi çliru dhe jemi në rregull, e kemi largu armikun. Tash jemi bo fatkeqësisht armiku i vetvetes, edhe jemi bo po më janë rënë me përdor shprehjen po çashtu jemi bo zullumçar të vetvetes. Nuk ka hijret mos i të çlirohesh, ku po do me shku, pse po do me shku. Po jo, atje jeta ma mirë, po bëni çto jetën ma mirë, se arsyeja për me bë hijret atëherë ka qenë se s'po të lojnë, tash kush po të nal. E tash duke qenë se Allahu, ky është hadithi i parë, s'ka hijret mas çlirimit. Hadithi tjetër, qysh me arrit vlerën e muhaxhirit edhe të atij që boni hijret, që megjithatë ka vlerë. Tash secili prej neve kur sikur sot për shembull lavdia e atyne që morën pjesë në luftën çlirimtare. Është e lavdishme. Ata që se kanë përjetu për arsyet e tyne, me apo pa arsye, s'po du me jabo gjykatësin kërkujt, ajo pjesa korekte e shoqërisë do të bënin çmos me e kthy edhe njëherë, se për një është e lavdishme. Ajo pjesa tjetër që s'din me vlerësu me ata s'po merremi. Po te njerëzit korrekte dhe të mirë, për një moment gjithmonë mbetet ajo dëshira të kisha bo edhe një sakrificë, të kisha bo edhe një gajret. Qysh me mujt me arrit ai i cili në kohën kur ka qenë luftat e na, ka qenë fëmijë, ose s'ka qenë i lindur fare. A mundet ai me bo ndonjë aktivitet çlirimtar? Po, qysh ja, plot ka. S'ka nevojë me u bo me armë, ka mundësi me u bo në mënyrat ndryshme, thjesht me u bo i dobishëm, ama sa më i dobishëm, jo për veten edhe për rrethin e ngushtë, po sa më i dobishëm për rrethin e gjatë. Tash edhe te besimtarët, linda e dëshira, qysh me mujt me përjetu edhe na hijretin, qysh me mujt me apliku edhe na hijretin. Duke qenë se pasi që na ofru siguria dhe komoditeti, pasi ndodhi çlirimi, s'ka hijret, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë na tregon se ka mundësi njeriu me bo veprime, me realizu projekte në të cilat mundet me arrit vlerën edhe të atij i cili ka bo hijret.
sikur se arrin vlerën edhe ati që ka bo gjihad, sikur e arrin vlerën edhe të ati që ka bo davet, sikur e arrin vlerën e ati, për shembull po flas me shembull konkret, e ati i cili falet natën edhe agjeron ditën pa ndërprej. A ka diçka që arrin që të vlerë? Ka, mirësjellja për shembull. E qysh me arrit vlerën e hijretit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tash ky është ai hijreti në cilin jemi të ftuar të gjithë. S'ka nevojë me u zhvendos, s'ka nevojë me braktis shtëpinë, familjen, vendlindjen, edhe biznesin edhe rrethon. Jo. Thjesht braktiset të keqen jetën tane, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el muhajiru men hajara ma naha Allahu anhu, muhajir i vërtet, me kuptimin më të mirë të fjalës, është ai person i cili e braktis atë që Allahu i madhruar e ka ndaluar. Ai i cili e ka ndaluar, ai i cili e braktis të ndaluarën, të keqen, të ligën, çai është muhajiri i vërtet, edhe krejt ato shpërblime, ato vlera që fliten dikund, ose janë përgadit dikund, ose janë premtu dikund për një muhajir të mirëfill, i takojnë edhe këtij. Pse? Për arsye se në fillim thamë, hijreti është braktisje, është zhvendosje. Zhvendosje prej shkafit, është zhvendosje prej mënyrës së të jetumit, prej mënyrës jo të duhur, prej mënyrës së gabume, prej mënyrës e cila jo vetëm që nuk na çon askund në kuptimin e kahjes edhe drejtimit të suksesit, por na çon atje ku s'duhet. Për arsye se s'ka vetëm dy alternativa janë, fati ose fatkeqësia, lumturia ose pafatësia, suksesi dhe dështimi, xheneti dhe xhehenami, besimi mos besimi. E tash nuk ka, me thonë valla, une i rash qësoj rrugë mirë, po nuk mbriva kërkon. Ja, dikon kime mri. Nëse nuk jetë të hecë në drejtimin edhe në kahjen e duhon, kime mri aty ku është keq edhe aty ku është dështimi, nëse hecë në kahjen e duhon, mrin aty ku është suksesi dhe lumturia. Edhe në rastin e kësaj, pra, është zhvendosje dhe ndryshim i mënyrës jetesës, prej asaj që si ja ka vlejt. Funit të gjithë ne i kemi do pendje në jetën tonë. Na mbetet marak, edhe nëse kemi bo mirë, kur kemi qenë tri, na mbetet marak pëse s'kemi bo mirë ma shumë. Nëse kemi mësu, pëse s'kemi mësu ma shumë. Nëse kemi punu, pëse s'kemi punu ma shumë. E kështu me radhë. Por, ekziston edhe ajo pjesa tjetër, dikush nuk ka qenë i vetëdijshëm, nuk ka qenë i vëmendshëm edhe i kanë kalu 30 vite, 40 vite të jetës ti, sigur se thot ajo shprehja popullore në bishtë në kry, edhe një moment caktuar i thot vetëdijsohet njeriu, se kur shkon duke u pjek, i kupton gjonat ma mirë edhe ma drejt, se sa kur ka qenë i ri edhe axhami në të stilin kur rafsha mos o vrafsha. Edhe kur piqet e sheses s'pas ka qenë kjo rruga e duhun, a ka këthim? Gjithmonë ka këthim. Derisa nuk vjen shpirti me dalë, derisa nuk vjen ajo kërhama e fundit para vdekjes, ose Zoti na ruajt për ata që e presin kiametin, derisa mos të vjen koha e kiametit që përëndon, që lind dielli ka përëndime, ka mundësi kthimi. Gjithë ka mundësi kthimi. Ka mundësi hijreti personal. Ka mundësi hijreti. Hijreti personal, hijreti qensor, jetësor, esencial. Hijreti i braktisjes së të keqes edhe i përqafimit të mirës. Hijreti i lanjes të gjitha atyne veprimeve, veprimtarive deviante, jo vetëm, se ato me gjithate e kanë një burime. Burimi është mënyra e të mendumit. Pra, përmirësimi ku fillon? Fillon të përmirësimi i mendësisë. Kur fillojmë na me remetu mendësin tonë edhe me rregullu atë, pastaj ai hijreti i cili padyshim që ka vlerë. Kush e vlerëson? E vlerëson Allahu fuqiplot, se ne njerëzit nuk e vlerësojmë përmirësimin e tjetrit. Ne kur e shohim një njeri i cili ka jetu keq, pastaj o kthy me jetu mirë edhe mbar, çka themi? Ajtë se e njone këto kur ka qenë kështu edhe ashtu. Do thonë jemi shumë të pamëshirshëm, përveç që jemi të pamëshirshëm, jemi të padrejtë edhe jo korrekt me tjetrin. Për arsye se nuk ja falim, nuk ja japim mundësinë. Për vete kishim pas qef çdo mundësi të justifikimit. Po valla se më kon i riun, e kom gabuar atëherë, e ky çka u kon? Pse vetën po e arsyeton?
e tjetrit s'po ja jep atë mundësi, po thua e një anë e këto që ka qenë. Kështu që këtë hijret edhe këtë ndrym të mënyrës jetesës është Zoti i gjithësisë, ai i cili e vlerëson edhe e çmon edhe besoj jep edhe shumë bereqet në te, qysh në dunja, për arsye se edhe Kurani na mëson, edhe hadithet na mësojnë, po edhe jeta na mëson, atë sa njeri është që ndoshta në rinin e vet nuk ka qenë shumë i s'ka qenë as i përkushtuar, po ndoshta ka pas shumë gabime, mirë po kur është kthy shumë marrë edhe ndoshta ja u ka kalu shumë atyne që pretendojnë se tani jetën i kanë pas zemrat e bardha ose zemrat e pastërta. Pra kthim në kuptimin më të mirë të fjalës. Më të mirë. Faleminderit hoq për pjesën e parë, dashur miq. Tani do të shkputemi për pak çaste, rikthehemi pas pak të mirëpresin telefonata. Jemi rikthyer të dashur miq, do të vazhdojmë tutje me emisionin e Thëna e Pathënë. Tani është koha që të mirëpresim telefonatat tuaja. Ndërsa regjia më njofton se kemi më një herë telefonat të cilën do ta mirëpresim. Alo? Alo, noni? Është shkputur, na vjen keq. Do të lexojmë një mesazh. Thot hoq, ndihem vazhdimisht fajtor për të kaluarën, si ta gjej qetësinë. Të ndihesh në faj për atë që ka ke bo, që nuk është dashur me e bo, ose atë që është dashur me e bo e ke lënë pa e bo, menoj që është piknisja e kthimit edhe e ndryshimit. Por mos lejo që e ndjenja e fajsis me unal që aty edhe me akumulu krejt keqardhjen edhe mos me të lënë me lëviz. Aja du të me konë ndjenje e fajsis e cilat shtin me vepru, shtin me u përmirësu. Sikur po e zonë. Shoktu janë nis, 5 minuta para teje, udhëtimi mundet me zgjatë 1 orë, 2 orë, ti tash mos nal me kajt, pse ata janë nis para teje, po shpejto pak hapin edhe i zen. Ose vetë, pavarësisht shoktu, i nis me vones, shpejto hapin edhe e kompenzon atë vones, e kompenzon edhe keqbërjen, e cila prapë po them zanafillën e ka të keqardhja, mirë po keqardhjen s'do të me lonë me na u bo pengesë, po përkundrazit do të me u bo shtytës në rrugën e përmirësimit. Kështu që ndihesh në faj për ato që ka ke bon të kalumën, thuj o Zot falem. Edhe përjetohet që to o Zot falem, për arsye se shumë madhështore. Kur ti drejtohesh o Zot, domethënë ti po e madhron krijuesin e gjithësisë, po e pranon nevojën tënde për to, e pranon edhe fajsinë tënde që në rastin e këtij relacioni vertikal me Allahun fuqiplot është gjëja më e mirë, më e mrekullueshme, është rruga e vetme për mu liru prej barës atyne fajeve që i kemi bë. Prej barës atyne gabimeve që i kemi bë. Ato janë barë, do të me u liru prej tyne. Ç'me u liru prej tyne? Sot na jemi në gjendje me bë investime të ndryshme, dieta, ushqime, ndoshta edhe medikamente të ndryshme, për çka? Me u liru prej peshës së tepërt. Para mendo barra e mkateve shumë më e rëndë edhe shumë më e dëmshme për neve, ndërsa mënyrën e lirimit prej saj kemi shumë më të lehtë. Thjesht në rrafshin vertikal me u drejtu çysh duhet, me u lidh me Allahun fuqiplot çysh duhet, me thonë o Zot falem, edhe kur themi o Zot falem, do të me përjetu këtë edhe si kërkesë ndihme për me të i kalu situatën në cilën gjindemi. Ne kur shkojmë te mjeku, pse drejtohemi te mjeku, vetëm për shkak se kemi shpresë se ai do të na e hap një rrugë të shërimit. E kemi një hall, një vujtje, një smundje, një dhimbje, një çka do të qoftë, edhe mjeku thotë ka dalë se ti kalohet kjo, përdore këtë terapi, ka çditë e kështu me radhë. Para mendo këto tjerat për cilat nganjëherë edhe nuk po jemi të vetëdijshëm sa edhe si duhet, ose nganjëherë po jemi të vetëdijshëm sikur ndjenja e fajsisë, po s'po muj me te i kalu, jo te i kalu. Ndjenja e fajsisë do të me të ngrit prej nivelit 0 në nivelin e kërkuesit faljes, se të gjithë kemi nevojë me kërku falje, pastaj në nivelin e atij i cili i ka përmirësuar relacionet e veta me Zotin e gjithësisë, dhe jo vetëm i ka përmirësuar relacionet e veta edhe në relacion me krijesat e Zotit, për arsye se ato fajet tona mund të jenë edhe në rrafshin horizontal. Një tjetër mesazh thotë kam frikë nga vdekja dhe llogaria.
si ta përballoj këtë frikë dhe është normale? Lidhet me pyetjen paraprake. Është normale deri në nivelin që s'na nxin jetën. Tash për shembull jemi në stinën e verës, edhe më na e kujtu dikush dimrin, ose më na thonë ata që merren me parashikimin e motit, me thonë dimri i si vjen do të jetë shumë i vështirë, a duhet kemi frikë? Duhet kemi frikë, po ajo frikë duhet më na shtimi me u përgatit për dimrin. E njëjta gjë. Frika nga vdekja është njerëzore, është natyrshme. Ndoshta nuk duhet detyrimisht me kon frikë, por me kon një farë rezerve, a thojnë plesht, vdekja është e ftoftë. Për një është e ftoftë, nuk është se dikush entuziazmohet për me vdek. Mirë, po është e pashmangshme. Llogaria, kemi frikë nga llogaria, po ai i cili ka frikë nga llogaria i përgatitet për llogarinë, se ai është e pashmangshme. Mirë, mi presim tani telefonatën, alo? Ju të largoni nga televizori? Pornoni? Salam aleikum. Aleikum salam. Ju përshëndes. Selam aleikum, bujar, hoxhën e nderuar edhe juve. Kur nuk komendue me lëshu Kosovën, as për para, e mos të flasim edhe në kotë çfarë rreziku jemi konun, nuk ma ka marrë mendja të falë Zotit, jemi gjatë. Unë nuk ma merr ke mendja me dalë në për tren, në më mundue, s'ma merr ke mendja kur qysh mi marrë familjen edhe ikë, me gjithë rrezikun që kemi pas. Edhe tash nuk di, nuk komendu as për para, me lëshu Kosovën e me shku në Evropë për interes. Kësi ju strit, o gjithë qysh kohë, janë shku njerëzit vetë për interesat zveta, për pare, shumë e dëmshme, shumë gabim i madh konë. Anë kotë luftës dijet, janë largu njerëzit, po dhe një pjesë jemi metë këtu, falë Po ka ndërprerje kjo telefonat, po më keq që shpresojmë të dëgjojmë herave tjera më mirë. Pra, ishte rreth migrimit dhe... Ma shumë më duk si koment, edhe pse me thonë drejtën pjesën dërmuese nuk e dëgjova. Nuk e dija ke telefonata e dopt, apo mu kam fillu me më shuvesht. Në fakt dëgjoj me vështirësi. Mirë, po, ma shumë më duk si kom po. Te çështja e arsyeve të emigrimit në të kaluarën dhe tash. Edhe sot, ajo që ka fola më herët për mos me braktis vendin, nuk, në asnjë mënyrë nuk e gjykoj asnjënin, as ata që sot e marrin guximin. Po kam drejt me bo apel edhe me thonë mos e lëshoni këtë vend, se ky vend vallahi është i mirë. Jetohet në te. Kush po e bën të papërshtatshëm nëse kemi vretje, na vetë po e bojmë. Kush qëtë mbeturina në rrugë, na i qesim, kush i parkon kerët keq, na i parkojmë. Do të thotë s'mundu me e lyp na fajtorin dikun tjetër, fajtori jemi ne. E tash, nëse unë synoj me emigru, me shku me jetu një vend ku, dhe më thonë, jetohet me regula, po pëse s'po e bojë, më rëvla vendin ten jetohet me regula dhe jetohet mirë. Ambient pastër, regull, mirë, qetësi, rehati. Kam drejt me bo kësi apele dhe mendoj se janë shumë në regull edhe kushdo që paraqitet me kësi apele, besoj që është gjo fisnike. Vazhdojmë me një tjetër telefonat, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Për ju dhe hoxhën, deshta një dy pyetje hoxhës. Po? Pora pyetja është se ndonjëherë na shkon menimet di për keq, edhe kena me dhonë llogari ditën e gjykimit për shembull ju që e ban, po vetë që menon se menja ka shkon. Edhe pyetja e dytë është nëse një të vdekur e sheh rregullisht ëndër, a do të më dhon diçka, shka me bosë nën stop e shah ëndër. Qartë. Selam aleikum. Aleikum selam. Duket kemi një tjetër telefonat, mirë presim, alo?
Po noni? Alo? Alo. Ja kam me 2 hoqën për listë kurbonit. Për? A bon me orë vetë kurbonin e mishit, me orë. Njëherë të lutëm. Dështë kjo telefonat, kemi një tjetër, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. A bën një pyetje hoxhës? Po, pa tjetër, urnoni. Unë para ditë keshën në Vakop, jam për Mitrovica, edhe veta se po du më shku në haqë. Kësë me të kopja Allah me pranu Allah mësafer. Po pak mësafer nuk mu që më shku shumë në detaje. Aty aje më tha se nuk përnë me më shku djali bedel, as nusja, ma se nuk jem konë ata. Pa me këndu me shku unë aty, atë këtë hoku që jem konë haqë, po thonë nuk bën beto me shku. A bën me më skaruë, sa ditë mas e pak mësafer s'mu që shumë me hien detale. Aleikum selam dhe natën e më. Mirë, regjia më ndihmoj pyetja paraprakishte rreth kurbanit, a bën me hungër vetë pra mishin e kurbanit? A ti përgjigjem soi mas pari se është përgjigja më e thjeshtë, po çysh s'pan. Bon, s'ka kur gjë që e kufizon ti me hungër mishin e kurbanit tan. Mirë, mendimet e këqija dhe a do t'japim llogari për to? Mendimet e këqija krejtën varet sa po ju bojmë ne vend në mendjet tona dhe në zemrat tona mendimeve të këqija. Nëse kontribuojmë edhe ne, atëherë padyshim që jep përgjegjësi. Nëse thjesht janë mendimet cilat vinë, depërtojnë, ne s'julojmë hapësirë me qëndru aty, po i flakim tutje, për ato mendime nuk jepim përgjegjësi. A do të dhënë diçka për të vdekurit që po i shohim ëndër? Ëndra nuk të lidh kurrë, as nuk të obligon kurrë, ta kesh parasysh, por nëse i vdekur është i afër me të prindi ose dikush që e ke dashur kështu me radhë, lutu për te, nëse don edhe sadaka me dhon, nuk ka telashe, nuk ka pengesë, ama ëndra kurrë nuk të obligon. A bën me shkon haxh bedel pa shku së pari për vete? Po, s'bën, unë i kum kallëzua ditë edhe kësaj zoje se po më kujtohet shumë mirë, domethënë që ka pas në mysafirë, s'ka mujt me. Jo, e ka kuptuar mirë, po si duket s'po kujtohet me përgjigjen, le të gjejmë dikant që i thot bën me shku edhe s'bën me shku. Ai që se ka kry haxhin për vete, nuk bën me shku bedel për dikant tjetër. Është përgjigje e shkurtë kjo, s'kemi çka elaboroj më shumë se këto janë rregulla fetare. Vazhdojmë me telefonatën e radhës, alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Përshëndetje për hoxhën. Faleminderit. Dhe ishta me ja bo një pyetje hoxhës, nëse ndohen 2 prind, do me thonë, edhe kanë fëmijë, kujt i takojnë fëmija edhe deri në sa vjet, do me thonë nana, nëse vendos mos më martu ma, qysh është kemë shariat, më interesan, qysh edhe në ato qysh kujt i takon thjesht babës ose nonës, baba ka drejt mi pa, ose me pagu alimentacion, diçka tjetër, ama nëse nana nuk vendos mos më martu asnjëherë, deri në cilën mosh i takoj nanës, për afërsisht. Faleminderit shumë, selam aleikum. Aleikum selam. Kuadrojmë edhe telefonatën e fundit, alo? Ka ikur mirë. Vazhdojmë me përgjigjen, hoxh. Pas divorci, kujt i takojnë fëmijët? Fëmijët nëse janë të vegjël, ndoshta do duhet të bojnë marrëveshje, nuk e kam shumë po menoj. Ama nëse janë të rritun që mundën me vendos vetë, ata pyetën me kënd po dojnë me shku, edhe në bazë të asaj do më thonë vendoset. Nëse janë të vetëdijshëm për me mujt me vendos për fatin e vetë, pyetën, apo doni me nanën a me babën. Edhe nëse vendosin, ata shkojnë me çato që vendosin. Ato rregulla tjera të alimentacionit e kështu me radhë nuk janë në islam, si mas rregullave islame, nuk janë bashkë qysh definohen me këto ligjet bashkëkohore. Faleminderit shumë, hoxh. Faleminderit aty. Dashur miq, kështu arritëm në fund të takimit të sotëm. Faleminderit që na ndoqët, mirëmbëjtje.